i forcave të NATO ose të KFOR-it në atë periudhë kohore. Po flasim për atë kontekst, zoti Barani. A ka mundur ta shmang? A ishte alarmuar kjo që të mos ndodhte? Unë besoj se ka pas mundësi, sepse ka qenë edhe ushtria franceze, po ka pas edhe tjerë ushtar të shteteve të tjera në Mitrovic, po ka pas shumë edhe polis të unë mikut. Dhe ka pas mundësi mos me ndodhë as ajo masakër, po as me udhëbu gjithë ajo popullat nga pjesa e okupuar e Mitrovicit, përkatësisht nga banesa dhe shtëpit e tyre. Por dihet saktësisht sepse ushtria franceze nuk ardhi rastisht Mitrovic. Pse mendoni që? Jo. Sepse ushtria franceze posaçërisht një pjesë shumë e madhe e ushtrisë franceze, ata vetë kanë bërë krime në Mitrovic. A është përgjigjur dikush për këtë krim edhe çfarë krimesh e kemi fjalën? Unë pikërisht kanë keq trajtu, shqiptar kanë rrej, kam incizime, por se doj të më kishe thoni kisha morë me vete, e kam incizimet në urë, të i keq trajtuar ushtria franceze, popullatën shqiptare, që tentonin më kthy në shtëpitë e tyre. A djali është i plagosur që ka tentu me shku banesë vete. Unë mbaj mend, nëse i referohemi atyre viteve edhe deklaratave që vinin në vazhdimsi, deklaratat që vinin nga ushtarët francezë ose nga pjesa e zëdhënësve ishin që nuk po lejohen për shkak që mos lejohet vrasja tjetër ose përplasje tjetër shqiptaro-serbe atje. Në atë perspektiv, në atë kohë ishte thënë që po bëhet një gjë e tillë dhe po tentohet të ndahet pjesa e veriut me jugun. Kështu të paktën po i referohem deklaratave të kohës. Sigurisht është thonë ashtu sepse ata vetë kanë edhe njerë po e përmenë se me 26 qershor ushtria franceze i kanë vu tela gjembor në urë dhe nuk ka pas mundësi me lëviz në për atë urë